Që shresho, 6 euro kila speca, që bja lopsin vetë. Me që thore është nëjse, pak fatkeqësisht që është me bo humor, fatmirësisht me bo humor, për fatkeqësisht që qëndron. Është interesant që këtë tranzicioni i jetës shëndetshme tash, qysh është bo lifestyle, ose mbase edhe looks, ose mbase edhe mashtire dhe i përballueshëm, më herët, sa ma kushtet e shtira e ke pas jetën ma të shëndetshme, për shkak që edhe çka ke konsumu, sepse ato ushqime që tash më janë tepër shtrejta, janë konë të kultivume për njerëzve që s'kanë më rri me shku në market dhe me i ble këto që atëherë janë konë luks. E tash ka ndru edhe për të mirë edhe për të keq besoj une. Për të keq, une po menoj edhe para 2 muaj ku ble dreza, i dushëm, po që tash thuj se 365 ditë të vitit ki qasje në shumicën e frutave që janë edhe sezonale, edhe mandej në parim konsiderohen të shëndetshme, sepse dreza është frut i natyrës, o gjinë natyrës, po ku dej sa o gjinë që shodash. Me sa kemi informacione. Po, mandej tash të vjenë si kojsi, se dina para në kumëll, dukin e ko ma të fjeshme, kështu se ato drezat e natyrshme, po mandej edhe që kjo, rreziku i produkteve që konsiderohen që janë të natyrës, po mandej kanë... A është veç investim jashtë, që i kam bo drejtë. Po, dhe, ama ideja është, kështu në parim konsiderohet produkti natyrës, edhe shumë tjera. Po që për shembull masi që po lidhëm me orin edhe fitnesin dhe këto, është nutriciste a nutricioniste, veç ta sqarojmë ne ashtu. Nutriciste dietologe. Po, ç'është thuhet se zakonisht herë i thonë nutricioniste e zgosin. Për shembull, sot me dash me ditë, që është problemi është që është problem edhe me ditë me jetu shëndetshëm. Sepse mandej dush me pagu ti nutricistin, dush me pagu trajnerin e fitnessit, që janë kogja shtrejt, valla, janë. S'pe gjykoj Amira keq, po janë shtrejt. Produktet ushqimore,